Shikues të nderuar, ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në takimin tonë të përditshëm në Mani Report. Unë jam Genta Dobra, do të jemi së bashku në minutat në vijim për të njohur kështu me zhvillimet më të rëndësishme të ditës, si gjithnjë ju njoh së pari me lajmet për te ekonomisë. Të shtënat gjatë përplasjes me armë mbrëmjen e së dielës në Rilë të Lezhës nisën nga brenda dyqanit. Policia arrestuar që ndodhej në vendngjarje tha se ai qelloi pari për vetmbrojtje, sapo në derën e dyqanit u shfaqen personat armatosur. Veç 10 gëzhojave të armës së tij. Ekspertët gjetën në vendngjarje dhe 6 gëzhoja të një arme tjetër që dyshohet të jetë përdorur nga Merando Nikulaj. 21 vjeçari Nipi Ardian Nikulet po kërkohet nga policia. Në kërkim janë edhe 3 nga 7 personat që sulmuan në dyqan ku mbeti plagosur rënd Berberi Sokol Daci. Shqiptarët janë pro reformës territoriale. 77.1% të anketuarve në sondazhin ABC News mendojnë se pjesëmarrja e opozitës do të sjellë një hartë më të qëndrueshme dhe do t'japë procesit më tepër seriozitet. Ky qëndrim vjen ndërsa Berisha ende nuk po mban një qëndrim të qartë nëse do të braktisë bojkotin e komisionit pas deklaratave për tërheqje një ditë më parë. Në një tjetër të dhënë të sondazhit, shumica e demokratëve janë skeptik ndaj foltorisë së Salianit, por rreth 1/3 të anketuarve e mbështesin atë. Shqipëria merr sërish vëmendjen e mediave të huaja. Prestigjioza franceze Geo Magazine e cilëson në vendin një destinacion të larmishëm që ndërthur plazhet, malet dhe natyrën magjepse me një trashëgimi të pasur kulturore dhe historike. Veçon Butrintin, i cili sjell një miksim të historisë që nga grekët e lashtë deri te osmanët, por gjithashtu edhe një bukuri të veçantë natyrore. Shqipëria po vlerësohet si një destinacion i veçantë për të pushuar për qytetarët evropian për gjatë vitit 2026. Këtë radhë është revista prestigjioze franceze Geo Magazine, e cila shkruan se vendi ynë ofron një mozaik ndikimesh që shtrihen nga antikiteti grek e romak te periudha bizantine, veneciane dhe osmane, duke krijuar një identitet unik në mesdhe, e cila ndërthuret me një natyrë magjepsëse. Veçohet Butrinti, i cili konsiderohet si një nga vendet më të bukura të Shqipërisë, i vendosur në një kodër të rrethuar nga një lagun dhe të mbuluar me pemë, shkurre dhe ekualipte. Butrinti konsiderohet si një ndër perlat e Bregdetit mesdhetar shqiptar dhe pika më e mirë e nisjes për të udhëtuar për gjatë gjithë Bregdetit jonian, ku gjiret e egra alternohen me plazhe të gjata me rër ose me guralec për rreth 160 kilometra gjatësi. Sipas revistës franceze, gjurmët e para të pranisë njerëzore në Butrint datojnë 50.000 vite më parë dhe kjo zonë u banua pothuajse vazhdimisht nga viti 1000 para Krishtit deri në shekullin e 19. Grekët, romakët, bizantinët, venedikasit dhe osmanët thuhet se kanë lënë gjurmët e tyre në Butrint, po ashtu nuk lihet pa përmendur edhe Gadishulli i mbi populluar i Ksamilit, i cili sugjerohet që të vizitohet patjetër. Geo Magazine shkruan se pas rënies së komunizmit, periudhë kur vendi ka qenë totalisht i izoluar, toka e shqiponjave tashmë ndërron që të kompensoj kohën e humbur në turizëm. Gjatë vitit 2025, thuhet në reviz, vendi priti 12 milion vizitor, duke pësuar një rritje me gati 80% nëse bëjmë një krahasim me 5 vitet e fundit dhe një rritje me gati 300.000 turist më shumë në krahasim me vitin 2024. Ndërkohë, nga të dhënat e Bankës së Shqipërisë, rezulton se të ardhurat nga turistët në 9 mujorin e vitit të shkuar vlerësohen në rreth 4.4 miliardë euro ose 560 milion euro më tepër. Tregu i punës ka nevojë për zanatçinj. Agjencia Kombëtare e Punësimit në vend ka publikuar mbi 6.000 vende të lira pune ku në sy bie
kërkesa e lartë për kamarier, kuzhinier e punonjës të ndërtimit, por nuk mbeten pas dhe vendet e lira të punës për profesionin që kërkojnë dhe arsim të lartë. Bizneset në vend kanë publikuar në total 6.190 vende të lira pune. Sipas Agjencisë Kombëtare për Punësim dhe Aftësim, ofertat e punës përfshin punë në sektor të ndryshëm dhe janë të hapura për aplikim për të gjithë qytetarët pavarësisht nga niveli arsimor. Ajo që bie në sy është fakti që nevojat për punë janë kryesisht për profesionistë dhe zanatçinj. Në listën e kërkesave vërehet se nevojat më të shumta janë për disa profesione që nuk kërkojnë një nivel të lartë arsimor, si për shembull kamarier, punonjës pastrimi, punëtor ndërtimi, ndihmës kuzhinier, rroba qepës, sistemues malli, prodhues këpucësh apo pozicione të tjera në sektorin e shërbimeve dhe të prodhimit. Po ashtu në faqen e Agjencisë Kombëtare të Punësimit nuk mungojnë edhe kërkesat për pozicione si menaxher, zhvillues softwaresh, inxhinier mekanik nën punës zyre apo finance, drejtues në tregti apo specialist të fushave të ndryshme teknike. Të dhënat e Instat konfirmojnë se shkalla zyrtare e papunësisë aktualisht ka zbritur në 8.7%, duke shënuar kufirin më të ulët historik në 5 vitet e fundit. Ndërkohë, duke qenë se rreth 40% e shqiptarëve kanë emigruar përgjatë 3 dekadave të fundit sipas Bergh, qeveria ka ndërmarrë një sër nismash për të zëvendësuar krahun e punës, e cila është e nevojshme për ekonominë dhe bizneset. Aktualisht po nënshkruhen marrëveshje me vendet e treta për gjetjen e punonjësve. Zakonisht punonjësit merren nga vende si Filipinet apo Nepali. Do të vijmë të flasim gjithësisht në lidhje me tregun e punës, profesionat më të kërkuara, sa e kanë zgjidhur bizneset dhe adresuar krizën e fuqisë punëtore dhe kush janë zanatet që po kërkohen më shumë. I diskutoj këtë çështje me zotin Arber Xhihani, ekspert për punësimin. Mirë se erdhët në Money Report. Arbert, përshëndes, besoj ndoqët nga materiali pak qaste më parë, mbi 6.000 vëndet lira pune dominojnë kërkesat për zanate. Është kjo pikërisht problematika më e madhe, po themi, janë këtu mungesat më të mëdha nga jo që konstatohen edhe përmes të dhënave zyrtare? Po me patjetër, Genda, në fakt ka shumë kohë që zyrat e punës apo Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Arsimeve tashmë publikon kërkesa për vende vakante pune, të cilat kryesisht i drejtohen zanateve apo profesioneve të cilët nuk kërkojnë një formim arsimor të lartë apo persona të cilët kanë vazhduar shkollë apo duan të arsimohen për të arritur më pas një punësim të sigurt. Shikohen që ndër zanatet më të kërkuara janë ato zanate tradicionale si elektricist, hidraulik, mekanik, dhe krahas tyre edhe zanate të tjera të cilët janë më pak interesante, le të themi, për të rinjt në ditët e sotme, pasi për hir të vërtetës janë dhe më pak të paguara si zanate rroba qepës, fabrika këpucësh, zejtari e tjerë. Në fakt duhet parë që trendi i arsimit apo preferencat të cilat të rinjt aktualisht po kanë në zhvillimet e fundit dhe aplikimet e fundit që kemi vënë re në 2024 dhe 2025, po orientojnë drejt disa pozicioneve, le të themi, më prestigjioze për të rinjt, siç janë ato të inxhinierisë, telekomunikacionit, zhvillimet IT-s e tjerë, të cilët preferohen dhe normalisht pretendohet të kenë dhe përfitime më të larta për ata të cilët do të punësohen në këto drejtime. Mendoni se ka interes nga të rinjt për të punësuar në këto vakanca, po themi që ka në këto sektor që ti përmenda? Në fakt është e vazhdueshme kërkesa e lartë, ka vazhduar që në fillimin të vitit 2025 dhe kjo tregon që ka një vështirësi për të përmbushur këto vakanca. Pra interesi për të punësuar në këto vende vakante nuk është i lartë dhe normalisht ka vendosur në vështirësi dhe sipërmarrjen për të gjetur alternativa të tjera punësimi dhe për të përmbushur nevojat e tyre në mënyrë që të vazhdojnë të jenë të afta për të dhënë shërbimet apo produktet e tyre. Rritja e numrave apo e shifrave të punëtorëve të huaj që po vinë nga vendet aziatike tregojnë pikërisht problematikat që tregu i punës po ka aktualisht për të përmbushur normalisht ofertën dhe kërkesën që mundet të ofertohet në tregun e brendshëm. Largimi më pas është një fenomen shqetësues dhe gjithmonë e më tepër po
vë në vështirësi pasi është pikërisht ajo fuqi punëtore e aftë për punë e cila ka preferencë të largohet drejt një tregu më të sigurt apo më ekonomikisht frutëdhënës për ta, siç është tregu evropian, dhe në këtë mënyrë lë në tregun vendas ato fuqi punëtore të cilët nuk janë të kualifikuar apo nuk përmbushin pritshmëritë e tyre me ato vende vakante që mund të vendosen në dispozicion. Apo shihet si element plotësues ardhja e punonjësve të huaj nga jashtë dhe marrëveshjet që politin bizneset, po nga ana tjetër dhe vetë Ministria e Ekonomisë ka deklaruar se do të ketë marrëveshje të tilla për të plotësuar këto vakanca, këto vende që kërkohen të përmbushen, po themi. Në fakt, iniciativa e Ministrisë e Ekonomisë në pikpamjen time është për të përshëndetur pasi mendoj se do të zgjidh disa problematika që janë hasur në të kaluarën, siç ishin ato kontraktime jo të drejta të punonjësve të huaj apo mundësitë e tyre më pas për t'u larguar ilegalisht drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Normalisht një marrëveshje kuadër midis shteteve, atyre shteteve mikpritës dhe shtetit origjinës së punëtorëve të huaj do të lehtësojë barrën qoftë barrën procedurale të sipërmarrjes për të aplikuar për viza dhe procedurat e tjera për ardhen e fuqisë punëtore, por do të jetë dhe një garanci më tepër për fuqinë punëtore e cila nuk do të trajtohet, le të themi, me kushte jo dinjitoze, siç shpeshherë kemi hasur në sipërmarrjen vendase. Është një zgjidhje alternative me patjetër ka qenë dhe një zgjidhje, le të themi, emergjente, pasi në të kundërt do të vendose seriozisht në pikpyetje vazhdueshmëria apo ecëria e shumë sipërmarrjeve në Shqipëri, sidomos e sektorit turizmit, të cilët u përballen, le të themi, me një bum të menjëhershëm turistësh dhe kërkesa për shërbimet e tyre, dhe me patjetër që ardhja e fuqisë punëtore të huaj, qoftë sezonale apo edhe me kontrata afatgjate, ishte një zgjidhje që i nxorri ato nga situata. Pra pjesa më e madhe e tyre po thua që janë përqendruar tek sektori i turizmit dhe dek të lidhura drejt për drejt me të. Aktualisht ai ka qenë sektori i cili ka pasur mundësi për të ofruar kushte më të mira kontraktuale, duke filluar që nga pagat apo edhe akomodimi dhe kushtet e tjera shoqëruese për punonjësit e huaj, dhe ka rezultuar, le të themi, eficient për sa i përket edhe zbatueshmërisë së kontratave apo qëndrueshmërisë së fuqisë punëtore të huaj. Sektor të tjera apo sipërmarrje të tjera, siç ishin sipërmarrje të fasonerisë apo rrobaqepësive apo qoftë edhe bujqësisë, shpeshherë janë hasur me problematika në respektimin e atyre kushteve të cilat ato kishin rënë dakord fillimisht, dhe kjo ka krijuar pakënaqësime patjetër nga të dyja palët, dhe shpeshherë kontratat janë ndërprerë duke mos pasur mundësi për të respektuar ato deri në fund. Dhe kjo ka çuar në kthime masive të punëtorëve të huaj në vendet të origjinës ose largime ilegale të tyre drejt shteteve fqinje. Do ndalem dhe pak tek arsimi profesional. Sigurisht vjen të mbetet i stigmatizuar në vendin tonë, po mendon se vitet e fundit ka bërë një lloj kthese, po merr një vëmendje më të madhe edhe me politika mbështetëse nga ana e qeverisë? Një element shumë pozitiv në vitin e fundit ishte numri i aplikantëve për sa i përket arsimit profesional, që i tejkalonte 16.000 aplikime, përkundrejt mbi 20.000 aplikime që kanë deg universitarët. Pra tregon që pak nga pak ajo, le të themi, stigma se të rinjt vazhdojnë vetëm universitetet ose ata të cilët nuk kanë mundësi vazhdojnë deg profesionale, po bie dhe po tregon se preferencat po orientohen edhe drejt zanateve. Aktualisht shikohet haptasi nga të gjithë që ka një vështirësi në tregun e punës për të gjetur zanatçi, sidomos ato zanate të cilët dhe arsimet profesionale ofrojnë me kuota të shtuara, dhe me patjetër që shikohet si një zgjidhje mirë nga familjet apo nga të rinjtë të cilët janë në dilemë midis arsimit profesional dhe arsimit universitar, si një zgjidhje e qëndrueshme, afatgjatë dhe normalisht fitimprurëse për të ardhmen e tyre. Çfarë shikohet nga të rinjtë e sotëm është edhe se ata kanë një, le të themi, shpirt sipërmarrje, dhe me patjetër që drejtimi drejt zanateve i jep atyre edhe një pavarësi, le të themi, në marrëdhënie kontraktuale, pasi shpeshherë preferojnë iniciativën e lirë kashi marrëdhënies kontraktuale të punësimit tek një punëdhënës i caktuar. Dhe me patjetër që zanatet e ofrojnë këtë mundësi, dhe tashmë dihet që dhe të ardhurat për zanatet tradicionale si elektricist, hidraulik apo mekanik kanë tejkaluar ato pagat e ulta apo nivelet mesatare të pagesave, dhe tashmë po drejtohen drejt
atyre profesionet e cilët janë ndër më të frytëdhënës ekonomikisht. Po tregohet biznesi bashkëpunues, po themi, për t'i përgatitur këta zanatçinj që nga arsimi profesional, pra për të patur një lloj bashkëpunimi dhe me ciklet arsimit profesional në mënyrë që të jetë më i lehtë integrimi i tyre në tregun e punës? Ka një lloj qasje pozitive? Ka pasur ndryshime shumë dinamike, duke filluar që nga sistemi i arsimit profesional, pra tashmë është kaluar në një sistem dual dhe shpesh herë studentët në arsime profesional kanë dhe praktika punësime pranë sipërmarrjeve, të cilat ato dhe në zbatim pikërisht ato njohuri teorike që marrin gjatë shkollës. Me patjetër që kjo është një element shumë i mirë, pasi i bën ato të përgatitur dhe menjëherë të aftë në momentin e daljes në tregun e punës për të nisur një karrierë profesionale apo siç përmenda më herët për të nisur edhe një iniciativë të lirë. Me patjetër që do duhet një bashkëpunim akoma më i madh nga biznesi për të pranuar, le të themi, studentët që janë në arsim profesional dhe për t'i ofruar atyre mundësi ekonomike sa më të favorshme në mënyrë që të shtohet dhe përqyeshmëria nga të rinj të tjerë të cilët janë në dilemë për të vazhduar arsimin profesional e tjerë. Mund të rekomandosh dhe masa të tjera për të nxitur punësimin në vend dhe të rinjve specifikisht? Në dinamikën e tregut të punës në Shqipëri është parë që pagat tashmë kanë kaluar në një sistem shumë dinamik dhe kanë ndryshuar shumë kohët e fundit dhe shpesh herë ajo diferenca me vendet europiane, sidomos me vendet fqinje, tashmë po ngushtohet dita ditës, por shikohet që trajtimet dinjitoze do duhet të jenë në fokus të sipërmarrjes shqiptare në mënyrë për të qenë sa më joshës për fuqinë punëtore dhe për t'i mbajtur ato në Shqipëri dhe për t'i larguar, le të themi, drejt dëshirës e emigracionit. Shikohet që pothuajse çdo punëmarrës apo çdo i ri që planifikon në afatmesëm apo në afatgjatë punësimin e tij, orientimin primar ka drejt largimit dhe kjo është për të ardhur keq, pasi shikohet që tregu i punës aktualisht po ka dinamika dhe po ka ofertë të shtuar për ta dhe mundësi, le të themi, për të arritur një kënaqësi financiare duke u punësuar në Shqipëri, por shpesh herë shikohet se të drejtat e tyre bazike nuk respektohen. Dhe mendoj se këtu është kleçka apo nyja kryesore të cilës sipërmarrjet duhet të gjejnë zgjidhje në mënyrë që të jenë në të vërtetë joshëse për rinin dhe për punëmarrësit shqiptar. Mirë, do të kemi mundësi që të ndjekim të çështjet edhe në vijim. Zoti Xhihani, ju falenderoj shumë që ishit sot me mua në Mani Report. Faleminderit juve. Do ndalemi tani te një zhvillimi minutave të fundit pasi u shtyr vendimi për të pandehurit e dosjes së Akshit. Do të shkojë një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Ervin Leka për të mësuar më shumë detaje. Ervin, të përshëndes, kur pritet të shpallet vendimi? Në gjykatën e posaçme të apelit është zhvilluar sot edhe seanca për sa i përket kërkesës së bërë për të pandehurit në dosjen Nakshi për zvendësimin e masës së sigurisë, por duke qenë se prokuroria e posaçme SPAK ka paraqitur disa prova të reja që kanë të bëjnë me dëshmi që janë marrë gjatë kësaj kohe nga ana e prokurorëve të posaçëm SPAK, gjykata vendosi që të shtyjë vendimarrjen pra për sa i përket zvendësimit të masave të sigurisë të kërkuar pra nga Mirlinda Kaçanaj, por edhe persona të tjerë që janë të përfshirë me datën 5 shkurt. Në këtë seancë gjyqësore në gjykatën e posaçme të apelit kanë qenë të pranishëm edhe dy prokurorët e çështjes Bledar Maksuti, por edhe Altin Dumani, të cilët i kanë kërkuar gjykatës që masat e sigurisë në ngarkim të pandehurit duhet të vijojnë, duke qenë pra për sa i përket masës së sigurisë Mirlinda Kaçanaj, e cila ishte përfaqësuar ditën e sotme nga avokati, por edhe për zëvendësen e Mirlinda Kaçanaj, e cila po ashtu ka qenë përfaqësuar, bëhet fjalë për Hava Delibash, e cila po ashtu ka qenë ditën e sotme në gjykatën e posaçme të apelit, por edhe personave të tjerë në ngarkim të cilët pra patën bërë edhe një kërkesë duke drejtuar apelit me ndryshimin e masës së sigurisë, vendim ky që pritet të shpallet me datën 5 shkurt në orën 3. Ervin Leka, të falenderoj shumë për raportimin e drejtë për drejtë. Do të ecim tani me të tjera zhvillime. Mbi 1000 banor të dy fshatrave të bashkisë Mali që ankohet për ujin e pishëm, i cili jo vetëm nuk konsumohet, por as nuk plotëson nevojat bazike. Sipas tyre, ndotja vjen nga burimi dhe jo nga rrjeti i ujësjellësit. Ndërmarrja e ujësjellësit ka mbledhur edhe monstrat e ujit për t'u analizuar më pas në laborator.
Rreth 1000 banor të Trovës dhe Pendavinjit po përballen prej 2 javësh me mungesën e ujit, të cilën nuk e përdorin as për konsum dhe as për plotësimin e nevojave bazike të familjes. Sipas banorëve të 2 fshatrave që i përkasin Bashkisë së Maliqit, uji në rubinetat e tyre mban erë të rëndë. Ne kemi problem me ujit e pishëm. Kemi rreth 2 javë që ujit është i kontaminuar, është me aromë të keqe dhe nuk shërben as edhe për të larë. Dushe, banjo, për të pirë, jo. Ashtë uji nuk u të hapës sezmën, të shikosh kështu, të kundërmon erë të qelbur. Ajo nuk spjet, ajo nuk landot surat, është gjendje skandaloze, çfarë themu në shtë. Kur e pinë vjen aromë të keqe shumë, dhe spjet, farë. Rrjeti ujësjellësit që furnizon 2 fshatrat është një investim i ri ndaj banorët, ngren dyshime për ndotjen e burimit, prej edhe nga shpërndahet uji. Për sa i përket cilësisë ujësjellësit, ujësjellësi është i ri. Është bërë rreth 10-15 vjet përpara me investimet e komunës, edhe është një cilësi të mirë dhe nuk ka mundësi që kontaminimi të bëhet në rrugës për këtu. Mundësia me madhe është atje të burimi. Ne kërkojmë ato na binin një çajës, ujë, pija, spijet, të rregullojnë të ta shohin atje në vend. Ndërmarrja e ujësjellësit të Bashkisë së Maliqit thotë se ka kontrolluar të gjitha linjat e furnizimit dhe nuk janë konstatuar ndërhyrje apo dëmtime, ndaj mostrat e ujit do analizohen në laborator për cilësi. Kam folur me drejtorinë e ujësjellësit dhe kanalizimit e Korçën, të cilët kanë qenë të gatshëm, kanë erdhur, kanë verifikuar të gjithë linjat, por nuk kemi problem me linjat. Dhe është një problem vërtet shumë i vështirë që nuk po japim dot zgjidhje. Nuk po e kuptojmë dot nga na vjen kjo ujë i keq, sepse edhe në burim. Burimi tonë është bërë që në vitin 77 dhe në gjithë këto vite nuk ka pasur probleme, kurse këtë vit mbase shkak ka qenë edhe rreshjet e shumta dhe mbi atë ka sjellë nuk e dim. Ndotja e ujit në 2 fshatrat e Bashkisë së Maliqit ka vënë në lëvizje dhe Drejtorinë e Shëndetit Publik, e cila pritet të vlerësojë përmes analizave cilësinë dhe nivelin e ndotjes. Donald Trump do të ulë tarifat për mallrat indiane në 18% nga 50% që janë aktualisht, por me kusht që India të ndaloj blerjen e naftës ruse si dhe të reduktoj barrierat tregtare. Presidenti amerikan njoftoi se ka arritur një marrëveshje me kryeministrin indian, ku parashikohet ndër të tjera që India të blejë mallra amerikan me vlerë $500 milion. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe India kanë arritur së fundmi një marrëveshje tregtare për të ulur tarifat amerikane mbi mallrat indiane në 18% nga 50% që ishte më parë. Përmes një postimi në Truth Social, Donald Trump tha se India do të reduktonte barrierat tregtare deri në 0 dhe do të ndalonte blerjen e naftës ruse. Njoftimi erdhi pak pasi India dhe Bashkimi Evropian arriti një marrëveshje tregtare historike që i dha fund gati 2 dekadave bisedimesh mes palëve, që është gati të dyfishojë eksportet europiane në Indi deri në vitin 2032 sipas Brukselit. Kryeministri indian Narendra Modi tha në platformën X se është i kënaqur që arriti një marrëveshje me Washingtonin. Presidenti amerikan tha se në telefonatën e tij me kryeministrin indian arritën dakordsi për disa pika. Modi sipas Trump u zotua ndër të tjera që India të blejë mallra amerikane me vlerë mbi $500 miliard në energji, teknologji, bujqësi dhe qymyr. Marrëdhëniet tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Indisë kanë qenë të tensionuara që prej gushtit, kur Trump vendosi tarifa prej 50% për mallrat nga India. Ajo përfshinte një tarif 25% lidhur me blerjen e naftës ruse nga India, por pas marrëveshjes tashmë tarifat do të ulen në 18%. Eksportet indiane drejt Shteteve të Bashkuara ranë ndjeshëm pas hyrjes në fuqi të tarifave të Trump. Pas marrëveshjes tregtare me Indin, aksionet amerikane u rritën ndjeshëm. Ishte gjithçka për Mani Report. Zhvillimet të tjera nga vendi, rajoni dhe bota ndiqni duke klikuar në faqen tonë zyrtare ose news.al, po ashtu informonin në koreale në valët e radios në frekuencën 105 FM. Faleminderit shumë për vëmendjen, bashkë ndaj.